Mbase, kjo do të jetë hera e fundit që këta qenë do të mund të shijojnë rrezet e diellit në këtë hapësirë. Ngjashëm do të jetë edhe me këta zogj. Shumë shpejt këto 4.000 metra katror afër pallatit 1 Tetori në Prishtinë do të marrin pamje tjetër. Barishtet e këqija e mbeturinat pritet të zëvendësohen me lëndina, drunj e ulse për pushim. Ky është edhe fillimi i projektit nga Komuna e Prishtinës që këtë hapësirë të pashfrytzueshme ta kthejë në park. 20-30 hapësira të tjera dhe mundësisht të kërkojmë të realizojmë ato, mandej çdo vit të kemi një numër të madh të realizimeve ku në fund në mënyrë krijohet një lloj homogeniteti mes të këtyre hapësirave që sot janë të pashfrytzueshme. Këtë investim po e mirëpresin banorët e lagjes Kodra e Diellit. Nëse heket çta beton edhe nuk ka mbeturina që shko rrethit që kënej, pse jo një park, është tamam e qëlluar. Zakonisht është ka 5-6 qenë nda caktu në sede, edhe shpeshin është llaç hapësira, besoj që kështin ide mirë më bë park. Bilim më ka shfrytzueshme kjo pjesë. E përveç kësaj hapësire, komuna ka hartuar edhe 9 projekte të ngjashme për parqe në vende të ndryshme në kryeqytet. Në shkolla Gjemen Mustafa, në 2 platot e Posta në të Djath, sheshin edhe Mjashari do ta revitalizojmë. Kemi një pjesë të zonës industriale që do të rishikohet. Projekti i parkut tek salla 1 Tetori do të fillojë së realizuari pas 2 muajsh dhe do të kushtojë rreth 40.000 euro.